Në ungjillin e sotëm përdoret termi marroq ose marroqe, që do të thonë njëri hutum, që merret me shumë çka, por harron e lën masdorët atë çka është më e rëndësishme, e domosdoshme, gjaja më thelbësore. Edhe këto vizhnesha, 5 prej tyre, marrin me veti të çdo lloj gjatë tjetër, por harron vojin. E kështu kur vjen dhëndrin mes natë, në pikun e territ, atëherë kur gjithçka duket e mistershme, çohen përmendjes dritat, llampat e veta, ato nuk kanë vojë. Por ç'a simbolizon voji? Fen ton, besimin ton. Besimi e feja kanë nevojë me ushqy me fjalën e Zotit për çdo ditë, me sakramentet, me përshpirtni, me lutje të vazhdueshme, sepse për ndryshe kena me met në terres, kena me mujt me dallu dhëndrin kur vjen me sjell gëzimin e plotësin. Kena me met në atë terrin, në atë vorbullën e harresës tonë, që nuk ka me na vlet për asgjë gjë. Prandaj, mos e lën vojin me të mungu, fen me kene mungueshme, e mos e lën masdorët besimin tanë.